edhe rasti i Bilalit që vërtet është shumë domethënës. Tregon dohet se kush kanë qenë këta njerëz, edhe çfarë ndjenje kanë pas, si në aspektin e brendshëm, po edhe në aspektin e praktikimit. Bilali radiallahu anhu, vëllezër dhe motra, e dini fort mirë që prej ditës që ka ndru jetë pejgamberi alayhis salam nuk ka mujt më me thirr ezan. Po edhe s'ka mujt as me duru qëndrimin edhe jetesën në Medinë, edhe pse e dim se kush është Medinaja. E ka lëshu Medinën, ka dalë prej Medinës, edhe është me një fjalë shpëngur në Sham, në një vend darije që quhet në Shamin e sotshëm apo në Sirinë e sotshme që e dim se në çfarë gjendje janë ata vëllezër dhe motra. Bilali radiallahu anhu ka shku atje, edhe është vendosur atje se s'po mund me duru ndajen në Medinë pa pejgamberin alayhis salam, mërzit. Edhe një ditë prej ditëve pas sa kohe e sheh në ëndër pejgamberin alayhis salam. Edhe po i thot pejgamberi alayhis salam: "Ema ana leke ya Bilal an tazurani." Anë nuk ka ardhur koha o Bilal që të më vizitosh. Anë nuk ka ardhur koha, anë është më momenti o Bilal të më vizitosh. Në ëndër peshe Bilali radiallahu. Me atë zgjim që zgjohet prej gjumit Bilali radiallahu anhu, me 1000 kilometra larg. E merr kafshën e vetë dhe niset. Jo me bo plane 1 muj ditë, 2 muj na për një vizit shkur që dalëm dikun. Në atë moment, o zgju edhe kafshën, se jo Mercedes, e zemë tonë. Nisët Bilali radiallahu anhu për Medinë. Kur më rrinë Bilali në Medinë, që e dim se që më rrinë në Medinë, e sa peripetia, sa heka ka qenë dherë kam rrinë. Nuk shkon askun drejt të varri pejgamberit alayhis salam. Shkon të varri pejgamberit alayhis salam për t'i dhënë selam, për t'u përgjigj. Edhe në atë momente këtë tek vizita e varrit pejgamberit alayhis salam, dalin Hasani edhe Huseini radiallahu anhuma, 2 nipat e pejgamberit alayhis salam, për njerëzve më të dashur që kanë ekzistuar në faqet dhejut për pejgamberin alayhis salam. Ja afrohen vinte Bilali kur i sheh përmallohet pa mos. I merë dhe i qafë në një Bilali radiallahu anhu. Edhe këta kërkojnë diçka që s'ka pas qef Bilali me ndodhë, kërkojnë prej ti. Kërkojnë, thot, me thirë një ezan, që që ke thirë kohën e pejgamberit alayhis salam. Një gjithë thërën, Bilali e din që ka vendosë mos me thirë mos, s'po mundet mo. Edhe i thonë me hyp në vendin e njëjtë ku e ke thirë në kohën e pejgamberit alayhis salam, në xhamit pejgamberit, në atë vend me hyp edhe me thirë ezanin. Normal, nuk mundet Bilali me refuzu kërkesën e nipave të pejgamberit alayhis salam. Në gjitët Bilali në atë vend ku e ka thirë edhe më herët, edhe e fillon thirën e ezanit. Kur e shqipton shahadetin, fillimin e ezanit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, transmetohet në këtë transmetim dohet se Medinja e tëra, po dridhet Medinja. Kur e ka thonë, eshhedu an la ilaha illa Allah, dridhja është bërë aq e madhe sa që vërtet, s'po vjet njeri në Medinë pa e hetu, pa e ndi. Kur fillon me thonë, eshhedu anna Muhammeden Rasulullah, atëherë mos mbetet njeri as pej grave, as pej fëmijëve, as pej burrave që nuk dalin pej shtëpive. Edhe gratë e Medinës po thonë, e bojë Resulullah, a urin gjallë pejgamberi? A urin gjallë pejgamberi? Shka ndodhën Medinës atë?
Vetëm dhe këtu ka mujt Bilali me quë e zanit, s'ka mujt me kry. Si dashuri e kanë pas të njerë, dhe vlezë dhe motra. Këta kanë qenë ata cilët vërtet ajetet kuranore, hadithet e pejgamberit a.s. nuk i kanë lexuar veç si vargje. Këta e në kanë ata cilët i kanë llogarit që krejt ato ajete dhe hadithet drejt për drejt i kanë bënë me ta, jo me tjerët. Inshallah Allahu që dhe shanë u donë nëse s'muj me kanë si këta kolësë dhe këta bura e gra, s'paku me mujtë mjo për në gjapak. S'paku me qenë ata të cilët vërtet nuk e presin vetëm mujnë me vludit e shenë këto ditna me përkujtu pejgamberin a.s.